me, pra në qoftë se Ilir Beqa ishte një, këtu janë shtabet elektorale të Partisë Socialiste në të gjithë Shqipërinë. Pra është përdorur i parti për të financuar makinerinë politike? Janë 431 përfitues që kanë përfituar deri në 3 apo 4 herë grante për e njëjta kompani, që është absurde, nuk ka ndodhur kurrë në një vend tjetër të rajonit, dhe për më tepër të gjithë përfituesit në shumicën absolute të tyre janë përfitues të lidhur drejt për drejt me Partinë Socialiste. Keni parë emra deputetësh, ish-deputetësh, kryetar bashkish, zyrtar të lartë, të cilët ne i kemi parë për fat keq edhe si drejtuesit kryesor të shtabeve elektorale të Partisë Socialiste në të gjitha qarqet e vendit. Dhe është pikërisht kjo arsye, sepse nëse do të goditen këta njerëz, pra nëse këta njerëz ndërhyrje këtu. 431 përfitues. Sa vetat kanë kontaktuar nga këta që të thonë ore unë kam fituar me drejt? Asnjë nga këta nuk ka reaguar dhe asnjë nga këta nuk mundson të reagojë sepse po them investigimi, nuk po them hetimi që kemi bërë ne si pluk, po investigimi që kemi bërë ne si pluk është i detajuar, është investigim i cili tregon me detaje se si janë marrë fondet e i partë. Pra, parat kanë shkuar pikërisht edhe tek ata njerëz që duken si njerëz të thjesht, po të shohësh listën e përfituesve, në momentin që hyn dhe investigon, kupton që janë ose prestanome të zyrtarëve të lartë Partisë Socialiste, ose familjarë të tyre. Po nuk duhen me shumë besim kështu, i lënë gjithmonë të familjar, maksimumin e Krushqi, maksimumi. Patjetër, shiko Flavio, është një shumë e madhe. Ne po flasim për miliona euro. Miliona euro që janë përdorur për çfarë? Për të ndërtuar sera. Janë përdorur për të ndërtuar agroturizme apo vila private kryesisht, sepse është çështje që do të diskutohet në vijim. Janë miliona euro që unë dyshoj shumë që janë përdorur pikërisht për fushata elektorale, në për zona